A do t'jetë e vështirë që të binden këta qytetarë që të dalin zgjedhje? Çfarë po i pret politikan tash në raport me qytetarët? Jo rastisht e tha zoti Lorek që ju lodh popullata dhe këta votën e sovranit, popullatës pe përdorin vetëm e vetëm sikur mjet me kalu lumën pa u lag, që mu i dhon fjalë të mëdha dhe me gjithë metoda sofistikume për me thonë që ja pra unë do të bëj këtë dhe vetëm një pjesë atyne që ka qenë analfabet, ata mund të rrinë konstant besnik me joshje lloj forma tjera, qoftë me punësime, qoftë me forma tjera, për me marrë atë votën. Unë shpresoj që do të ketë ramje edhe të votuesve, po sidomos lëvizja për vendosje do të ketë ramje minimum 50% dhe prap nuk mund bile ka të kot me gjithë respektin për gjithë mërgjimtarë, kudo që janë. Ata janë popullet Kosovës, po ata nuk kanë ma shumë se një vetë që mund me që votë, se di që votë ajo parë pse merren me mërgjimtarët. Ata janë tonë, po si do qoftë, është e drejtë ty në kam në votu. Po nëse një njeri për 10 muaj ma ka majtë mu shtetin peng dhe nuk ka bo kërgjë për familjen tem, se çdo mërgjimtar e ka dikon qop babën, nonën, vllahën, motrën e të dhe për ata familjarët e tyre, pavarësisht ata që ju ndihmojnë, ju qojnë mjeti financiare dhe për me bo një jetë më të mirë. Si do qoftë, nëse një kryeministër nuk ja ka rregullu jetën aty në familjarëve, mërgjimtarëve dhe vinë bojnë kalkulime politike, letjet edhe çdo karakterin e çdo mërgjimtarit se prapë që mund ta votojë Albin Kurti. Unë mendoj që Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministër i Kosovës dhe nuk mund të jetë më kryeministër i Kosovës se ma ka marrë shtetin peng dhe nuk ka bë kërgjë për mu, për familjen tem dhe për shumicën e çdo qytetarit të Kosovës, cep on cep, ai ka bë për buzje, keq përdorim dhe është një mashtrues tipik klasik dhe unë shpresoj bëj thirrje që Albin Kurti mos me votu më, se Albin Kurti se meriton me qetë na ka prish me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aleatin ton kryesor.